Vendet më të industrializuara të botës, të njohura si grupi G7, mbajtën këtë të hënë një takim urgjent për të diskutuar rritjen e çmimeve të naftës. Pavarësisht raportimeve të mediave ndërkombëtare për mundësinë e marrjes së një vendimi për lirimin e rezervës strategjike të naftës, diçka e tillë nuk ndodhi në këtë mbledhje sipas deklaratës së lëshuar nga G7. Ministrat e energjisë së vendeve anëtare të G7 pritet të mbajnë një tjetër takim të martën. Për shkallëzimin e konfliktit në lindjen e mesme ka bërë që nafta të regjistrojë çmime rekord duke tejkaluar $100 për fuçi. Ky çmim rezulton të jetë më i larti regjistruar në 4 vitet e fundit, ndërsa hera e parë që kaloi këtë shifër ishte në kohën e pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022. Presidenti amerikan Donald Trump reagoi pasi çmimi i naftës kaloi mbi $100 për fuçi në hapjen e bursave këtë të hënë, duke shkruar në Truth Social se një rritje në çmimet afatshkurtra të naftës ishte një çmim shumë i vogël për të paguar për shkatërimin e kërcënimit bërthamor të Iranit. Përveç çmimeve aktuale edhe çmimet e kontratave të ardhshme të naftës dhe benzinës kanë përjetuar një rritje të ndjeshme me tregtarët që shqetësohen se lufta në Iran do të çojë në kufizime të zgjatura në rrjedhjen e naftës në të gjithë globin, veçanërisht pasi lufta është përhapur në vende të tjera të lindjes së mesme, duke përfshirë sulme ndaj rafinerive të afërta në rajonin e pasur me naftë. Ndërprerjet e mëdha në furnizimin me energji nga rajoni kërcënojnë të rrisin çmimet për konsumatorët dhe bizneset në të gjithë botën. Rreth 1/5 e furnizimit botror me naftë zakonisht transportohet përmes ngushticës së Hormuzit, por trafiku përmes këtij kalimi të ngushtë është ndalur pothuajse që kur lufta filloi më shumë se një javë më parë.